Shikuesa ABS News, ju përshëndes, u takuam sërish bashkë në edicionin e mesditës, do ta nisim me takimin që kryeministri Edi Rama zhvilloi para ditën e sotme në Sarandë. Ai fton sipërmarrësit e rinj të kthyer dhe të investojnë, pasi me anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian do të ketë rritje të vlerës së pronës. Në një takim nga Saranda, kryeministri tha se për 500 aplikuesit e parë për investime në agroturizëm nuk do të ketë taksa për 10 vjet. Rama u bëri edhe një apel shfrytëzuesve të plazheve për çmimet e larta të shezlongeve dhe numrin e lartë të tyre. Në një kohë që turizmi është transformuar në një sektor me shumë rëndësi për ekonominë, kreu i qeverisë nga Saranda, ku u takua me sipërmarrës, paralajmëroi se do të merren masa për mos deklarim të shtretorve nga hotelet apo struktura të tjera të ngjashme. Një nismë në këtë kuadër është që subjektet që akomodojnë turistë të huaj e vendas duhet të parapaguajnë tatimin në 65% të kapaciteteve në mënyrë që të shmangin kontrollet e administratës gjatë pikut të sezonit. Do duhet të pranoni që bëni shumë hile me deklarimin e shtretorëve të zënë. Kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform, dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj shtator në mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll. Por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit. Kryeministri tha se gjatë këtij sezoni turistik kontrolli ndaj plazheve do të jetë më i detajuar, duke përfshirë edhe dron. Gjithë procesi do jetë i mbikëqyrur në shkallë kombëtare nga një inspektor virtual. Kjo do ndihmojë shumë që kontrollet në biznes të jenë minimale dhe që të ardhurat dhe raporti midis biznesit dhe shtetit të jetë shumë më transparent. Ndërkohë që për sa i përket plazheve, ne do fillojmë tani projektin, kemi mbyllur marrëveshjen, kemi garantuar financimin me Emiratet e Bashkuara për të gjithë mbikëqyrjen me kamera inteligjente të rrugëve. Aktualisht kemi bërë planin e mbikëqyrjes plazheve me dron. Sipërmarrësve u kërkoi që të investojnë sepse integrimi do të dyfishojë vlerën e pronës. Keni parasysh që në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, se ne do hymë Bashkimin Evropian, të gjitha pronat do të pësojnë një rritje çmimi dyfish me një herë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, një muaj mbrapa, gjithçka kërceu dyfish. Paketa e maleve ndërkohë është një mundësi për më shumë investime në turizëm dhe kreu i qeverisë ftoi bizneset të aplikojnë, pasi do të jenë 500 përfitues, të cilët do të ushtrojnë aktivitetin pa taksa për 10 vite. 2 drejtues mjetesh janë konfliktuar në Kamës duke përdorur kështu edhe armë zjarri. Kolegu im Ervin Leka ndodhet pranë vendit të ngjarjes. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me të për të mësuar detajet. Të përshëndes Ervin, nga ky konflikt ku janë përdorur armë zjarri dhe sende të forta, një prej drejtuesve të mjeteve ka mbetur i plagosur, së pari si paraqitet gjendja e tij shëndetësore dhe kush janë personat që janë përfshirë në këtë konflikt dhe më pas nëse ke mundur të mësosh edhe motivet. Fabiola, të përshëndes. Në fakt, personi që ka mbetur i plagosur me sende të forta është 38 vjeçari Redi Vata, i cili rezulton të jetë banues në qytetin e Kamzës. Ai është goditur me sende të forta, dyshohet se është goditur me shkopa bejsbollit, paktën sipas dyshimeve paraprake. Ndërkohë në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një gëzhoj plumbi që dyshohet se është qelluar nga personat
që kanë qenë me një automjet tip ML ngjyrë të bardhë dhe për të cilët policia po bën kontrollet për t'i arrestuar. Siç e shikoni nga këto pamje, përveç dhunimit të Redi Vatës, i cili dyshohet se ka qenë duke udhëtuar me këtë automjet tip Mercedes-Benz, siç e shikoni, pra ka një goditje me sende të forta edhe në xhamin ballor, ndërsa pak metra më tuti është gjetur edhe gëzhoja e pistoletës, çka dyshohet se është përdorur nga persona që janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, në dëshmitë që janë dhënë në policinë e shtetit, konkretisht në komisariatin numër 5 të Kamzës nga qytetarë të cilët kanë parë edhe ngjarjen, kanë deklaruar se ka pasur edhe një tentativë që personat me automjetin e bardhë, pra tip ML Mercedes-Benz, kanë tentuar që ta fusin me forcë në bagazhin e automjetit Redi Vatën. Megjithatë, këto do të jenë pra verifikime të mëtejshme nga ana e policisë nëse ka pasur një tentativë për ta rrëmbyer apo për ta dhënuar, siç ndodhi në këtë rast, pra duke dëmtuar dhe duke shkaktuar dëmtime pavarësisht se vijon të jetë në gjendje stabil të paktën sipas informacioneve dhe jashtë rrezikut për jetën. Siç e shikoni, tashmë po bëhen edhe ekspertiza nga ana e policisë së shtetit për të përcaktuar atë se dinamikën e ngjarjes sigurisht janë sekuestruar edhe disa nga kamerat e sigurisë, ndërsa të paktën sipas informacioneve që kemi arritur të marrim deri në këtë moment nga policia e shtetit, kemi të bëjmë me një konflikt të mëparshëm që ka pasur Redi Vata, por megjithatë të paktën deri në këtë moment nuk e kemi një autor apo edhe autor të dyshuar të kësaj ngjarje dhe sigurisht po punohet për identifikimin e tyre, pasi vetë 38 vjeçari Redi Vata ka pranuar se ka pasur disa konflikte të mëparshme, çka dyshohet se kanë sjell edhe dhunimin e tij me të njëjtë persona, mes ditën e sotme në qytetin e Kamës. Konflikte për çfarë? Ka mundur ta thotaj? Në fakt ende nuk ka dhënë një motiv për sa i përket konflikteve që ai ka pasur, megjithëse e ka pranuar se ka disa konflikte të hapura për shkak pra edhe të hetimit që po bëhet nga ana e policisë për të zbardhur edhe motivin sigurisht dhe nëse janë apo jo të njëjtat persona që Redi Vata i plagosuri në këtë rast me sende të forta, të jetë konfliktuar me të njëjtat persona edhe që e kanë dhunuar ditën e sotme apo kanë qenë persona të tjerë që mund të jenë edhe të porositur, siç ka ndodhur në ngjarje të mëparshme që kemi pasur rrëmbime apo dhunime të personave. Dhe janë banor të Kamzës, paktën Redi Vata? Të paktën deri në këtë moment rezulton që edhe persona që tashmë policia i ka dyshuar, pavarësisht se emrat ne nuk i kemi për momentin, janë banorë dhe qytetarë të qytetit Kamzës, edhe Redi Vata vetëm pak më tutje kishte banesën e tij, të paktën sipas informacioneve që kemi marrë nga policia dhe po dilte për në qendër të qytetit të Kamzës, pra ka dalë nga lagja e tij mund të themi, dhe pikërisht në këtë rrugë kryesore ka ndodhur edhe dhunimi i tij. Ervin, faleminderit. Faleminderit për informacionet. Vjoj Motej, 68 vjeçari Xhabir Hoxha është arrestuar nga policia e Shkodrës pasi qëlloi me armëgjau çifte drejt bashkëshortes me qëllim vrasjen e saj. Policia sekuestroi armën e gjaut në cilësinë e provës materiale. 61 vjeçari është transportuar për ndihmë mjekësore drejt spitalit të Shkodrës. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 68 vjeçari për motive të dobta ka qelluar 2 herë me armëgjau çifte në drejtim të bashkëshortes për ta vrarë si edhe ka dëmtuar me mjet prerës në qafë. Ne do të shkojmë edhe njëherë tjetër në Saranda aty ku ndodhi ditën e sotme kryeministri Edi Rama. Në këtë moment ai është duke inspektuar disa investime në qytetin Breg Detale, ta ndjekim drejt për drejt. Kjo liçimin e kanë mes. Natën kjo është një spektakël. Një spektakël. Në të rrugë dhe të divergjohet dhira në rrugë dhe. Sa gjatë? Kjo është rreth Kjo vazhdon në fakt është rreth 650 metra. 650 metra deri tek sheshi, deri te bashkia. Rrugë që vazhdon tutje dhe pastaj ke rrugën e Mitat Hoxha që është 2.7 kilometra. Ja se si fillon të marrin vlerë, marrin jetë. Kjo është përsëri mishërimi i asaj gjë se si një investim publik kthehet herë tre në investime në privat, por dhe në vlerë prone. Ndërkohë tani është kthyer komplet në zonë prime. Si e vlla? Ka bërë, mirë? Mirë, janë rregull e që? Oferta turistike është vetëm Buzdetit. Tani ka hyrë në qytet oferta turistike.
Tu është trajtuar sheshi, është trajtuar dhe parku i lojrave të fëmijë. Parku bën atë. Po, atë bën. Sa burë? Po, shpërblen. Ka qenë një trekëndsh, një trekëndsh me parkim makinash. Burë, da? Dhe parku, që është trajtuar dhe Shatërvani. Super. Dhe Qezmat e ujit, janë kuruar gjitha detajet. Sa burë, ha? është për Shatërvani. Ky Shatërvan me. Kjo është i deri randëm? Po, Super. E vi njerëz të plotë. kjo vazhdon deri tuti. Lidhet afër portit. E pastaj aty fillojnë trotuaret rrugës Mithat Hoxha dhe ajo është rreth 3 kilometra trajtim, që është kryer në pedonale dhe ajo është kryer në një xhiro, kurse te rruga Mithat Hoxha kemi ngushtuar pjesën e asfaltit dhe kemi zgjeruar trotuaret. Si jeni? Si jeni? Ku aty në fund të rrugës është edhe një rrugë tjetër që është trajtuar dhe sheshi Europë. Së shpejti. Kemi lidh kontratën aty? Po. Okej, ajo nuk është përsërisht qendër multifunksionale. Ka këtë Underwater Museum, po ndërkohë që ka hapësirë për të rinj, ka Do të gjithë sezoni? po, kjo është qëllimi. Ky qëllimi do të bëhet ne duhet të bëjmë. 6. Që të jepte mundësinë për sepse çon gjithë fëmijët që mund të jetë të bëjnë. Ka nevojë për të. E tu pëse më është shanitore. Na shfaqen. Shikojmë edhe si trotuaret e qytetit në një logjik. Kështu mund ta vazhdojmë ta shpërndajmë pastaj. Si jemi, si shkoni me shëndet mirë, si keni qenë, zahon mirë kamë? Jeni mirë o bja. Kjo është godina e maternitetit, Do bëhet qendër. që është qendra Underwater Museum, që është qendra e muzeut në New York, por që do ketë edhe hapësirë, bar, hapësirë për të rinj, sallë për konferenca, pjesë për trajnim për zhytësit, është pjesë e kësaj qendrës, pra nuk është thjesht muze, është muze interaktiv. Është gjithë kjo si godinë që ish materniteti vjetër që do pas së shpejti fillon puna, kemi lidhur kontratën, edhe si godinë është e bukur, që viteve 30. Pjesë e ndërhyrjeve të integruar janë dhe rehabilitimi i stadiumit lojror me dorë dhe i dy terreneve sportive që janë sipër. Ka një mini kënd sportiv në zemër të qytetit. Kjo është për shumë aktivitet. Këtë mundësim për të krijuar veçanërisht në qendër. Sidomos në sezonin turistik që ka nevojë për vjet, tu mund të organizon koncerte të vogla stan. Çfarë do të keni bën bëni këtu? Jo, kaq, rehabilitimi dhe kaq. Terren sportiv, Janë pas fushët e basketbollit. janë fushat e basketbollit lart. Kjo është rehabilituar. Po. Dhe pastruar këto, pastruar shkallaret edhe rehabilitimi që është mbaruar i fushës.
Janë duke mbaruar Dhe rrethimi. rrethimin edhe Mbush. Po, dhe kur i asfaltua pas e krisa. Se në ardhe është shefe, me kam të mbarë në qytetin tonë. Se zonë të mbarë isha. Po mirë, janë rregull dhe shumë. Mirë. Pas protestave të vakta me pak pjesëmarrës që organizon në Tiranë, Berisha po bojkotohet edhe në takimet me diasporën, ndonse në Napoli nuk mbushi asnjë shkallë të stadiumit që kishte porositur. Doktori e konsideroi si takim madhështor, ashtu siç projektin e aleancës së tij, të cilin zbuloi se e hartoi gjatë 333 ditëve të izolimit. Sali Berishës pas protestave po i bojkotojnë edhe takimet e diasporës. Në Napoli, doktori porositi stadiumin, velodrom dhe marcianize me kapacitet 2000 vendësh. Nuk mbushi dot asnjë shkallë, ndërsa ata pak 10 emigrant u grumbulluan në fushën e Blert. Doktori edhe këtë takim e konsideroi madhështor, ashtu si projektin e aleancës së tij, të cilin zbuloi se hartoi në shtëpi, gjatë arrestit. Shqipëria madhështore do t'jetë Shqipëria fantastike e shqiptarve. Ky projekt u hartue gjatë 333 ditëve në arrest shtëpie që mafia George Sorosit dhe Edi Rama i rezervuan Sali Berishës. Emigrantëve në Itali, Berisha, duke mos zgjidhur dot hallën e vet, u premton se pas 11 majit do të shpallë non grata edhe George Sorosin dhe do u gjejë një Elon Musk shqiptar. Ligji i dytë është shpallja e George Sorosit non grata, mbyllja e fondacionit Soros. Kjo fare keqe duhet të shkulet nga Shqipëria. Një lloj Elon Musku shqiptar do gjendet. Do jetë nga diaspora, do jetë nga Shqipëria, do jetë nga miqtan, pa audit të përgjithshëm, nuk shkohet përpara. Vizitën në Itali, Berisha mbylli me një kryetar komune në Napoli, të cilit i qau hallet e Shqipërisë. Një emigrant i dhuroi shampanjë doktorit, e një paldoreza boksi, flamur nokës e Xhelal Mziut për sezonin e ri në parlament. Mirë, kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës. Ju kujtoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime, gjithashtu në radio mund të gjeni edhe frekuencat 105 FM. Nertan Prifti vjen pas pak në Sport Center, qëndroni me ABC.